Si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Betohem. Betohem. Do t'jem për herë ushtar besnik. Do t'jem për herë ushtar besnik. Luftetar i drejtë i lirisë. Luftetar i drejtë i lirisë. Dëshmojmë se jemi të gatshëm dhe të luftojmë jo vetëm në vijat e frontit, por edhe në fusha politike. Jo vetëm historinë e Ballkanit, por në historinë e njerëzimit nuk kanë duar luftë më pas se lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nuk e dia ka shkuar ndërmend para këtij pëlqimit, kujtoni Prekazin, Reçakun, të kujtoni Stublën, Vllogjanin, të kujtoni shumë vende tjera që janë të masakruar me qindra mijëra shqiptar, vetëm për një Kosovë të lirë, demokratike dhe të pavarur. Unë jam shumë i bindur, është vullneti vetë deputetëve dhe grupeve parlamentare se për çështjet e tilla madhore për Kosovën, Parlamenti i Kosovës do të jetë të përgjigjës si trup, do të jepë një përgjigje si trup dhe unik. Kur kemi ditur ta mbrojmë Kosovën në gjendje shumë të vështirë, unë hak do të di përsëri ta mbroj Kosovën dhe ushtrinë shqiptare të Kosovës, ushtrinë e gatishme shqiptare. Fatmir Lima, i njohur si komandant Qeliku, është njëra ndër figurat qendrore të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila e udhëhoqi rezistencën armatosur të popullit të Kosovës kundër regjimit militarist të Beogradit. Ai është i lindur me 4 shkurt të vitit 1971 në banjë të Malishevës. Është jurist i diplomuar. Ka vëjuar shkallën e 3 të studimeve në drejtimin e marrëdhënieve ndërkombëtare në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Gjatë luftës për shërimin e Kosovës kundër forcave pushtuese serbe, Fatmir Lima ishte komandant i brigadës 121 dhe antar i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Në vijim të ndjekim disa gjerime dokumentare që pasqyrojnë figurën e Fatmir Limait si luftëtar i lirisë dhe luftëtar i paqes njëkohësisht. Si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Betohem. Betohem. Do t'jem për herë ushtar besnik. Do t'jem për herë ushtar besnik. Luftetar i drejtë i lirisë. Luftetar i drejtë i lirisë. Vigjilent. Vigjilent. Guximtar dhe i disiplinuar. Guximtar dhe i disiplinuar. I gatshëm që në çdo kohë. I gatshëm që në çdo kohë. Pa kursyer as jetën time. Pa kursyer as jetën time. Do luftoj. Do luftoj. Për t'i mbrojtur interesat e shejtat të dhëut. Për t'i mbrojtur interesat e shejtat të dhëut. Ja se si e shpjegoi zoti Lima vendimin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shërimtare të Kosovës për të vendosur në malet e Berishës, përkatësisht në Kleçk e Divjak. Duke marrë parasysh edhe terrenin dhe banorët e kësaj treve, shtabi i përgjithshëm dhe UÇK kishte vendosur që dhe Kleçka të ishte një nga bazat më të rëndësishme. Lëvizjet tona kombëtare njihet këto male njihen nga e kaluara, me të cilat lëvizjet kombëtare për shërimin e Kosovës kanë kaluar njerëz në periudha të ndryshme në këtë rajon dhe kanë gjetur strehem dhe mbështetje të fuqishme nga popullata lokale. Prandaj edhe gjatë viteve të 80-ta këto male ishin në mënyrë apo tjetër ishin mbështetëse dhe vendqëndrime të lëvizjeve ilegale të veprimtarëve të shquar, që sot shumica janë edhe të vrarë. Për shembull, mbjeshkët e Berishës ishin qerdhe edhe të Afrimshitijes, edhe të Fadilvatës, edhe të tjerëve. Me një fjalë, ky është një kontinuitet e këtyre bjeshëve të cilët kanë servuar në vazhdimsi njerëzit të cilët kanë punuar dhe kanë vepruar për lirinë e Kosovës. Prandaj normalisht që ne kishim këtu paraprakisht vendin e sigurt, kishim popullatën që e dinim sigurisht që do të na mbështesë, do të na përkrahë dhe praktikisht nuk ishte vështirë që UÇK të vendosë këtu dhe të kishte një nga bazat më të fuqishme. Fatmir Lima ishte përherë bashkë me përfaqësuesit politik të ushtrisë shërimtare të Kosovës në bisedimet që zhvilloheshin me përfaqësuesit e diplomacisë amerikane dhe evropiane. Duhet veçuar sidomos takimet që u mbajtën në Dragobil të Malishevës. This is Commander Chalik. Which one? The officer standing in the door. He's the zone military commander.
Edhe në rrethanat e luftës, komandant Qeliku me bashkëluftëtarët e tij arrin të organizojnë kremtimin e 28 nëntorit, ditës së flamurit kombëtar. Fatmiri ishte gjithmonë pranë ushtarëve dhe familjarëve të dëshmorëve të rënë për liri. Kështu natën e vitit të ri 1999, ai me bashkëpunëtor viziton disa njësi të brigadës 121 dhe familjet të dëshmorëve për t'i kujtuar dhe nderuar ata që u sakrifikuan për liri. Zoti komandant, ushtarët e batalionit të Tishala janë të përgatitur për pritjen e vestës së vitit të ri, një pjesë e tyre gjithë në pozicione. Raporton Leprori. Leprore ushtar, ju përshëndes. Gati! Tu! Let's go! Njoni që këtë natë fundit e vitit 1998, ndërimi dhe motën, në emër të shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ju uroj festën e vitit të ri. Faleminderit. Që të mbajmë një minutë heshtje për gjithë dëshmorët të rënë gjatë këtij viti. Lavdi u qoftë. Lavdi! Ushtria shqiptare e Kosovës gjatë vitit 1998 i përballoi gjitha sfidat që asaj i ranë misupe dhe mikrobizën e saj. Ushtria shqiptare e Kosovës u përball me një okupator, me një armik, me 10 rakish më fort, me ambatim, me 100 herë më të madh dhe më të fort. Mirë po ajo me sukses e përballoi këtë forcë, këtë makineri të armikut. Andaj kemi obligim të shumëfisht besimin edhe nga populli t'u shpërblejmë me shlirimin adheot. Të tregojmë me vepra konkrete në lufta, në betejë kundër armikut. Uroj që viti 1999 t'jetë viti fitorëve. Uroj që vitin 1999 t'jetë vit ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës edhe herë do të dëshmohen edhe para popullit të saj, edhe para opinionit ndërkombëtar, se neve nuk do të lëshojmë armët deri në shërimin e plotë atë dhëut. Ju uroj suksesin tanë. Faleminderit.
Unë në gjithë kemi ka bedishëm, për e kemi ka arme që të ndim që lufta pa gjak shkalu. O vetëm që dhe me kemi njës, jemi të vazhdu që kur të që mbetet dhe të akzja i lirë, është si do. Ne këtu jemi arë në të shtapit përgjithshëm. Shqiptarë Kosovës. Që në kushtoj u dhe vetëm për shok të rakë që në kanë rakë gjatë këti viti. Përgjithsi jo veç birit ju. Në shoha këtë vitin që e për e që ma mirë. Disa qaste a i kalon edhe me fëmijët e vetë, të cilët shumë rrallë i shihte. Orime da orime. Accetri. Pushkët e luftëtarëve të lirisë e quan Kosovën edhe në konferencën ndërkombëtare që mbajt në Rambouillet e Paris të Francës. When this peace conference began. For the time being, it seems the two sides cannot be brought any closer together. Prania e forcave të NATO-s në Kosovë ka qenë dhe mbetet elementi thelbësor i gjithë qëndrimeve tona. Fatmir Lima me anëtarët e tjerë të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shërimtare të Kosovës para përfaqësuesve të diplomacisë ndërkombëtare ishin të vendosur në qëndrimet e tyre që edhe Kosova ta ketë forcën e vet mbrojtëse. Edhe ne ndim vetën sigurt me prezencën e NATO-s. We would feel the same way by the presence of NATO. Por megjithatë, edhe ne duhet të jemi si Austria ta ketë ushtrinë tonë, sepse Austria ka ushtrinë. But after all, we'd like to be the Austria to have our own army. Sepse ne jemi të vetëdijshëm që NATO nuk do të rrijë gjithmonë këtu. Because we are very conscious that we cannot have NATO Dhe këtij populli duhet patjetër një forcë mbrojtëse. And these people need a protective force. Ne kemi marrë armët për çlirimin dhe Kosovën e pavarur. Ktu sigurisht ne kemi qartë. You probably know this, that we grabbed our arms for the liberty and for the independence of Kosovo. Preokupim parësor i komandant Fatmir Limës dhe i bashkëluftëtarëve të tij padyshim ishte mbrojtja e popullatës civile të Llapushës dhe të fshatrave të tjera të kësaj pjese të Drenicës nga sulmet e vazhdueshme të forcave kushtuese serbe. Ai arriti që të gjejë mënyra për strehimin, ushqimin dhe për kujdesin e përgjithshme të popullatës. Organizoi edhe mbajtjen e procesit mësimor për filloristët e shumë fshatrave edhe në kushte të vështira. Komandant Çeliku bashkë me ushtarët e tij gjatë periudhës së bombardimeve të NATO-s mbi caqet militaristë serbe arriti që të bëjë ballë të gjitha sulmeve të forcave serbe në malin e Berishës, vetëm që mos të lejohet ndonjë masakër ndaj më se 85.000 civilëve që ishin detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre dhe të strehohen pikërisht në malin e Berishës. Urdhri i fundit i komandant Çelikut me shkrim që u shpërndanë të gjitha batalionet e brigadës 121 Komanova
i datës 18/04/1999, ora 23:50 minuta. Gjatë avanzimeve së fundit, atë kohë ky urdhër ishte tepër sekret, por tani mendojmë që në këtë tubim ta publikojmë se ishte sekret ky urdhër sepse lidhej drejt për drejt me fatin e popullatës që ishte instruuar në këtë mole. Citojmë: urdhëroj të gjithë komandantët nga skuadra e deri te komandantët e batalioneve që të qëndrojnë në pozicionet momentale. Prej këtij momenti ju ndalohet të jepni urdhrin për tërheqje. Urdhrin për tërheqje do të jap vetëm unë dhe ai do të jetë i vlefshëm kur ju ndëgjoni nga goja ime. Po ju paralemroj se ne komanda e brigadës kemi marrë vendim se nëse kërkohet do të vritemi të gjithë. Vetëm e vetëm që shkau mos të hyjë të në rast popullatën që kemi mba shpine. Është nder për ne, si ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të japim jetën për këtë popull. Këto momente janë të rralla në histori. Urdhri hyn në fuqi më njëherë. Përshëndetje vëllazërare të gjithë ushtarëve të brigadës 121, juaj komandant Qeliku. Njësi tonë forcuan në atë masa që në veprimet e pasashme, në tentimet e pasashme të Serbisë në vazhdimisht për të rikthyer territorët, zonat e maleve të Berishës, nuk arriti sukses dhe ne arritëm që atë zonë, pasi që edhe herë futëm në kontroll ta mbajmë deri në çlirimin e Kosovës. Motivet ishin të shumë thjeshta. Një nga motivet kryesore ishte se në territor ishin pothuajse mbi 80.000 banorë. Njerëz, fëmijë, plaka nga gjitha zonat e Kosovës. Dhe ushtarët tanë dinin se po që se ata nuk do të mbronin, ato do të ndodhin masakra siç ka ndodhur në territoret e tjera të Kosovës. Dhe ky ishte motivi kryesor i djemve dhe vajzave që ishin të rreshtuar në luftë, që në asnjë kusht të mos lejojnë trupa serbe për të depërtuar të popullatët civile. Dhe ata ishin të vendosur që të gjithë të bëhen si muri i gjallë në mbrojtje të popullatës civile. Një, anën tjetër, motivi tjetër që ishte po ashtu i fuqishëm ishte se në atë zonë ishin krijuar institucionet e para të pavarura të Kosovës së lirë, siç i përmendët edhe ju, nga qeveria përkohshme shtabi i përgjithshëm dhe Radio Kosova Lirë dhe Kosova Presi. Ishin institucionet, shtyllat ose bazat kryesore që po ndërtonte shteti i Kosovës. Prandaj edhe ky ishte një motiv i fuqishëm sepse ata djemt kishin luftuar për të parë institucionet e tyre, institucionet e fuqishme të pavarura demokratike që do të sigurojnë ndërtimin e vendit dhe ishin e prorët e tyre, rreth tyre. Të gjitha këto motive bën që ushtarët e njësive të radhitura në vijat e frontit, përreth maleve të Berishës, deri në momentin e fundit, edhe përkundër mungesës së armatimit, edhe përkundër vështirësive, edhe përkundër mungesës së furnizimeve deri në ushqimore, arritën që ta ruajnë deri në fund atë zonë të lirë dhe të mos lejojnë asnjë ushtar dhe policë serbe të depërtojnë atë zonë. Pas marrëveshjes së subjekteve ushtarake politike të Kosovës për formimin e qeverisë së përkohshme, Fatmir Lima është zgjedhur zëvendës ministër i mbrojtjes në qeverinë që atëherë udhëhiqej nga kryeministri Hashim Thaçi. Ja disa fragmente nga biseda që zhvilluam në Tiranë për televizionin shqiptar në maj të vitit 1999. Flijimi i gjithë familje Jashari në Prikaz, në krye me komandantin legjendar Adem Jashari, që i tregoi popullit Kosovës dhe opinionin ndërkombëtar se ushtria shqiptare e Kosovës, për hir të luftës, për hir të lirisë kombit, pjesëtarët e saj janë gatshëm të shkojnë në sakrifica maksimale. Dhe komandanti ynë e sakrifikoi për hir të lirisë, për hir të forcimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe vetë familjen e tij. Është një moment ky që e preku në ndërgjegjën po thuaj një pjesë të madhe të shqiptarëve, anë kënd Kosovës dhe trojave shqiptare, që bëri që për një kohë të shkurtër ushtria shqiptare e Kosovës të masovizohet dhe të gjejë një përkrahje të gjerë në masa të gjera popullore. Ushtria shqiptare e Kosovës, themelet e saj i ka të ndërtuar në gjak, në sakrificë dhe në forcë. Edhe thellë në gjirën e popullit. Është gjaku i këtyre dëshmorëve. Kumanovës, Sadikut, Fehmiut, Mujes, Sandokanit e shumë dëshmorëve të tjerë,
që e forcuan dhe e bën të nderuar dhe të respektuar ushtrinë shqiptare të Kosovës si brenda kombit shqiptar, ashtu edhe në opinionin ndërkombëtar. Ju keni marrë pjesë në disa takime të karakterit ndërkombëtar në mes të përfaqësuesve politik të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ambasadorit Hill, si dhe diplomatët të tjerë. Duke parë bashkësia ndërkombëtare se UÇK është një faktor i pakapërcyeshëm për zgjidhjen e problemit të Kosovës, u detyruar kushtimisht them kështu që të kontaktoj dhe të futet në takime zyrtare me përfaqësues tanë politik. Mendoj që takimet e njëpasnjëshme që mbajtën si në Kosovë, po ashtu edhe jashtë saj, kanë kontribuar dhe kanë ndihmuar, njëkohësisht kanë mundësuar që të njihet mirë struktura organizative, ushtarake dhe politike e UÇK-s. Fatmir Lima ishte angazhuar edhe në udhëheqjen e operacioneve përfundimtare të ushtrisë shqiptare të Kosovës për dëbimin e forcave serbe nga Kosova. Ndërto ishte edhe operacioni i njohur Shëgjeta në kufirin Shqipëri-Kosovë, përkatësisht në malet e Pashtrikut dhe të Kosharës. Edhe me këtë rast, ai kërkoi përgjegjësi, rregull e disiplinë nga luftëtarët e lirisë që kishin ardhur edhe nga Amerika dhe vendet e tjera perëndimore. Ju e dini se në çdo ushtri të botës, edhe në ushtrinë tonë shqiptare, kushti domosdoshëm i sukseseve tona është rregulli dhe disiplina. Sa për një ofim të shkurtër unë t'ju njotoj. Unë personalisht jam fanatik i rregullit dhe disiplinës. Unë nuk do të lejoj asnjë ushtar, asnjë pror të del jashtë rregullit dhe disiplinës të UÇK-s. Kushti i sukseseve të luftëtarit të lirisë të ushtrisë shqiptare të Kosovës është vetmohimi, sakrifica dhe morali. Unë jam i bindur që është gjaku i djemve tanë, gjaku i djemve më të ri, më të devotshëm dhe më të mirë të këtij kombi që e sjellë këtë. Nuk na dha askush tjetër. Është lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës që e ka sjellë popullin shqiptar në këto pozita ndërkombëtare tani që është. Dhe pas luftës titanike të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe intervenimit të forcave të NATO-s mbi caqet ushtarake dhe policore serbe, makineria vrastare e Beogradit që udhëhiqen nga kryekriminali Slobodan Miloševići u detyruat të gjunizohet dhe të largohet përfundimisht nga Kosova. Kjo ishte fitore e madhe e mbar njerëzimit. Qindra mijëra civil që u dëbuan me dhunë nga Kosova u kthyen masovikisht sërish në trojt e veta. Ndërkaq Fatmiri, pas një kohë e bukur të gjatë, takohet me prindërit e tij në selinë atëhershme të qeverisë së përkohshme të Kosovës në fshat të ri. Këtu u zhvilluan edhe takimet e krerëve të UÇK-s dhe të qeverisë së përkohshme të Kosovës me përfaqësuesin e së Departamentit Amerikan zotin James Rubin rreth transformimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Edhe në këto bisedime, Fatmir Lima luajti rol konstruktiv, duke marrë pjesë aktive në bisedime me faktorë ndërkombëtar, si edhe në aktin e nënshkrimit të marrëveshjes për transformim në komandën e KFOR-it në Prishtinë me 21 qershor të vitit 1999. Me vendosjen e qeverisë së përkohshme të Kosovës në Prishtinë, edhe Fatmir Lima si zëvendës ministri i mbrojtjes angazhohet në realizimin e objektiveve të qeverisë së dalë nga lufta për të rindërtuar Kosovën. Ata që udhëhoqën luftën shqirimtare, pra dhe zoti Lima, u pritën zemërhapur nga qytetarët e Prishtinës dhe të mbar Kosovës si heronj të gjallë. Që në emër të qeverisë së përkohshme të Kosovës,
Shqiptare e Kosovës u krijuan këtu. Duke parë se hallet e kombit të shërimi kombëtar nuk vjen me llofe muhabete. E fituan me gjak. Ne do dëshmojmë se jemi të gatshëm dhe të luftojmë jo vetëm në vijat e frontit, por edhe në fusha politike. Komandant Qeliku në asnjë moment nuk i harronte ish bashkëluftëtarët e tij që ranë heroikisht në betejë frontale me forcat serbe. Prandaj në shenjë nderimi për veprën madhore të tyre, merrte pjesë në tubimet e shumta përkujtimore që organizoheshin në mbarë Kosovën. Fatmir Lima është njëri ndër politikanët e rrallë shqiptarë i cili vazhdimisht kishte qëndrim të vendosur rreth çështjes son kombëtare. Ai luajti rol të rëndësishëm dhe në procesin e transformimit të ushtrisë shërimtare të Kosovës, duke marrë pjesë aktive në takimet e kreut të qeverisë së përkohshme me përfaqësuesit e lartë të diplomacisë dhe të ushtrisë amerikane dhe të vendeve evropiane. Gjatë kësaj vizite, përkatësisht gjatë takimeve që keni pasur në State Department dhe në Pentagon, sa është shfrytzuar rasti për të qartësuar dhe për të fituar përkrahjen e administratës amerikane rreth formimit të trupave mbrojtëse të Kosovës? Po vizita në Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte si vazhdim i turneut që kishim nëpër Evropë lidhje me transformimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe mendoj që ato që kemi gjetur në Kancellaritë Evropiane, qartësimet të cilat ne ju kemi bërë, duke arsituar me argumente se Kosovës i duhet patjetër një forcë mbrojtëse, këtë qëndrim e kemi mbrojtur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për dallim nga Shtetet Evropiane mendoj që amerikanët kanë qenë shumë më të njoftuar, shumë më shpejt kanë pas gjëra të qarta dhe kemi gjetur një përkrahje të gjithanshme. Ne kemi theksuar që në Kosovë nuk do të lejojmë të përsëritet tragjeditë të kaluara. Prandaj gjithë ato që do ta ndërtojmë së bashku me Bashkinë Evropiane duhet patjetër ta kemi një forcë për të ruajtur këto vlera demokratike. Gjithashtu ne kemi theksuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës që populli i Kosovës dhe qeveria e përkohshme e saj është interesuar që çdo gjë që të ndërtojnë në Kosovë në kuptimin demokratik duhet ta ndërtojmë së bashku me Bashkinë Ndërkombëtare.
Pas transformimit të ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe formimit të Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Limaj zgjedhet në udhëheqjen më të ngushtë të saj, përkatësisht sekretar për marrëdhënie me publikun. Pas kthimit nga një vizitë tjetër zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Limaj, në një intervistë ekskluzive për Radio-Televizionin e Kosovës, posttjerash u pashprehur. Po ne duhet të shohim se çka do bëjnë forcat politike kosovare dhe çka duhet bëjnë forcat politike kosovare që interesimin e opinionit ndërkombëtar dhe alatëve që kemi këtu ta mbajmë gjithmonë karshi Kosovës. Do të hyjmë në këtë temë, në fotografitë që i pash gjatë vizitës suaj në Washington. Pash që ishte edhe me zotin James Rubin. Aja është i njohur për atë deklaratën, përveç shumë të tjerave, edhe për atë deklaratën që tha në vizitat të fundit të tij në Kosovë, se Kosovës i duhet një klasë e re politike. Keni mundësi ta elaboroni këtë, çka do të thotë kjo klasë e re politike në Kosovë? Unë mendoj që jo vetëm në Kosovë që duhet një klasë e re politike, por unë mendoj që një klasë e re politike ose një mentalitet e ri politik duhet në gjithë rajonin, sidomos në Ballkan, si kusht për të stabilizuar rajonin dhe si kusht për të filluar integrimet ballkanike dhe evropiane. Një gjë është e sigurt, bota qytetëruar dhe demokratike asnjëherë nuk do t'i pranojë forcat me mentalitet të vjetër, forcat të cilat kanë prodhuar kriza dhe gjithmonë asnjëherë nuk mund të jetojnë pa kriza. Është koha kur në këtë rajon, në këtë pjesë e Evropës të ndërtohet një mentalitet i ri i veprimit politik, mentalitet i cili do të ballafaqohet, do të luftojë për të ardhmen e vendeve të tyre, që do të jenë të gatshme, të përgatitin qytetarët e vet për të futur në kuadër të Bashkimit Evropian, në kuadër të familjeve me standarde të larta demokratike. Duke nisur nga kjo, veprimtaria dhe platforma politike e kësaj klase të re, si rezultati i cilës kemi gjetur në shtetin ndërkombëtare, e cila nuk bazohet në servelizëm, e cila nuk bazohet në pritje, në anonimitet, e cila bazohet në veprime konkrete, e cila përgjegjësinë e vet nuk ja hudh tjerëve, e cila din se përgjegjësitë që duhet i kryejë detyrat dhe obligimet që ka para qytetarëve vet duhet vetë i kryejë, dhe nikosisht kërkojmë mbështetje për kryen e atyre detyrave edhe para alatëve të tjerë, po jo duke pritur gjithmonë. Duhet të them që Kosova për ku nisur nuk ka forcë, as ka instruksion, inskenim që mund të ndalë rrugën e Kosovës për ku nisur. Kjo është e përfunduar, sepse në Kosovë ka më shumë forca demokratike. Në Kosovë është vullneti plot i qytetarëve të saj. Dhe forca demokratike dhe qytetarët e Kosovës janë shumë më të fuqishëm se sa elementet të cilët do ta drejtojnë Kosovën në kahje të kundërt. Në zgjedhjet e para lokale në Kosovë që mbahen në tetor të vitit 2000, Fatmir Limaj kandidohet nga Partia Demokratike e Kosovës për kryetar të komunës së Prishtinës. Duke marrë pjesë në shumë takime të drejtpërdrejta me elektoratin e kryeqytetit dhe të rrethinës së tij, ai ofron vizion të moderuar të zhvillimit të Prishtinës dhe has sidomos në mbështetje të brezit të ri. Prishtina, si kryeqytet i vendit tonë të dashur, duhet të ecë në rrugën e krijimit të një fizionomie të metropolit, me pamje, siguri, zhvillim dhe armëri evropiane. Mbi gjitha fëmijëve tanë, armërisë tanë, perspektivës tanë, ju kthye buzëqeshja. Dhe kjo buzëqeshje është si rezultat i luftës shqiptare, një përpjekje të popullit shqiptar pa ndërprej gjatë gjithë këtyre viteve, vetëm për larguar Serbinë herë për gjithmonë nga Kosova. Për ne familja, siç kemi thënë, familja shëndoshur bazë për institucione të shëndosha, do të mundohemi që këto qendra të hapim sa më shumë. Dhe përmes fondeve komunale, përmes donatorëve të ndryshëm të financohen dhe të zgjerohet numri i këtyre qendrave. Dhe s'ka në Kosovë asnjë familje nuk ka me metë jashtë ndërtimit, jashtë zhvillimit, jashtë shoqërisë. Asnjë s'ka me llogarit vetëm plan pas dore.
Pa një demokratizim të mirëfillt të shoqërisë kosovare, ne nuk mund të realizojmë aspiratat tona, aspiratat për pavarësinë e Kosovës. Këtë duhet ta kemi të gjatë si subjekte politike, po ashtu edhe qytetarët e Kosovës. Ne të cilët pretendojmë për të ndërtuar një shoqëri demokratike me standarde perëndimore, është e domosdoshme të fillojnë me hapa konkrete dhe veprime demokratike transparente. Vetëm një shoqëri me veprime demokratike dhe transparente mund të metoj të aktivizohet ose të futet në katët e popullit të civilizuar me demokraci perëndimore. Çka ne mendojmë të bëjmë? Ne dëshirojmë që të ndrojmë konceptin e ashtuquajtë pushtetar. Administrata komunale është servis në shërbim të qytetarit. Është qytetari patroni i administratës, sepse ai e paguan taksën për administratën. Administrata, kryetari i komunës dhe deri te punëtori thjesht i administratës paguhet nga taksa e qytetarit. Dhe si tillë obligim parësor dhe vetëm i administratës është që të jetë në shërbim dhe të kryejë të gjitha nevojat e qytetarit të komunës, në këtë rast komunës Prishtinës. Pasi që çdo kënd votimet bëhen në shkolla, në këtë shkollë ku ne sot votuam unë dhe shoqja ime kemi vajzën time. Besoj se të gjithë qytetarët do të mendojnë për ardhmërinë e fëmijëve të tyre. Nëse ata të mendojnë për ardhmërinë e fëmijëve të tyre, sigurisht janë të interesuar për ndryshime pozitive. Ndërkaq në zgjedhjet e para parlamentare në nivel të Kosovës, Fatmir Limaj u zgjodh deputet dhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Në mbledhjen konstituive të parlamentit të njohur ndërkombëtarisht, Fatmir Limaj kritikon organizatorët pse në të nuk u ftuan si musafir edhe përfaqësuesit e familjes së komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jasharit. Nderuar zoti kryesues, të nderuar musafirë dhe deputet, ndërni që në emrin të Partisë Demokratike të Kosovës t'ju përshëndes, duke dëshiruar sukses dhe punë të bardhë Kuvendit të parë demokratik të Kosovës. Me dua të them në emrin të Partisë Demokratike të Kosovës ne kemi kërkuar nga përfaqësuesi i sekretarit përgjithshëm zoti Akerup që në mesin e musafirëve të ftohet edhe familja e cila është sinonim i lirisë së Kosovës, familja Jashari, si duket zoti Akerup. Mr. Levi, I think you should stay to the point on the agenda. Thank you. The microphone. I think you should stay to the point on the agenda. Mendoj se duhet të përmbani pikës së rëndit të ditës se kjo është propozimi i kandidatëve për kryesinë. Se Fatmir Limaj është politikan vizionar dhe i vendosur për të mbrojtur parasëgjithash interesat e popullit, dëshmon edhe qëndrimi i tij në mbledhjen e Këshillit Tranzitor të Kosovës, mbajtur me 16 maj të vitit 2001. Nuk është mirë të vazhdohet të informohet gabimisht opinioni qytetar. Opinioni qytetar i Kosovës ka menduar dhe është i bindur që prej 12 qershorit në 99 asnjëherë më nuk do të manipulohet dhe mashtrohet nga subjekti i vendit. Prandaj ne duhet t'ja mbajmë atë bindje dhe jo të manipulojmë me ta.
Kosova ka nevojë për ndërtimin e institucioneve, pa dyshim. Kosova ka nevojë për institucione, pa dyshim. Po çfarë institucione ka nevojë Kosova? Shtrohet pyetja. Institucione vendore, institucione të cilat do ta drejtojnë Kosovën drejt aspiratat të qytetarëve të saj, institucione të cilat do të marrin në shprehje vullnetin qytetarëve të Kosovës, apo institucione të cilat do të na fillojnë integrimin gradual në kuadër të Jugosllavisë. Për këto institucione nuk ka nevojë Kosova, nuk ka nevojë qytetarët e Kosovës. Këto jam thellësisht i bindur. Sepse vetë qytetarët e Kosovës e kanë paguar më shtaj se që mund të paguhet për të pasur mundësi për të shprehur vullnetin e tyre. Dhe të nderuar kolegë, para se të japim pëlqimin, ose ata që e kanë dhënë pëlqimin, po dhe ju këtu, që po diskutojmë, nuk e di ai ka shkuar ndërmend para këtij pëlqimit, kujtoni Prekazin, Reçakun, të kujtoni Stublën, Glogjanin, të kujtoni shumë vende tjera që janë të masakruar me qindra mijëra shqiptar, vetëm për një Kosovë të lirë, demokratike dhe të pavarur. Qëndrimi i partive politike. Pa jeni ju partitë politike kosovare që para 2 jave e keni nënshkruar këtë dokument si deklaratë e partive vendore, me të cilët nuk pajtohi nënshkrimin e këtij dokumenti kushtetues pa referendumin. Ja ku janë nënshkrimet e të gjitha partive politike. Pse e bëm këtë? Për opinion? Për propagandë? Kjo është folklorizëm patriotik. Unë këtij tham folklorizëm patriotik. Jo folklorizëm patriotik që qëndron parimeve të veta demokratike. Dhe kjo po shihet se vërtet ka qenë një farsë. Tu po flas për në disa subjekte, jo për të gjitha. Procesi i Kosovës, Kosova duhet të jetë proces, padyshim. Askush nuk është më interesuar se qytetarët e Kosovës dhe forcat politike të Kosovës që Kosova të vazhdojë procesin e vet, të stabilizimit, konsolidimit demokratik. Po jo procesi i cili na drejton drejt integrimit në Jugosllavi. Asnjëherë ne nuk do të jemi barës dhe mbështetës dhe në kuadër të atij procesi që do ta çojë Kosovën drejt Jugosllavisë. Ne do të vazhdojmë të jemi në proces, por në procesin që e çon Kosovën drejt pavarësisë së saj. Në procesi i cili do të respektojë padyshim vullnetin e qytetarëve. Fatmiri vazhdimisht angazhoi që kur është fjala për ardhmërinë e Kosovës, të lihen anash interesat e ngushta partijake dhe në plan të parë të ndërtohet besimi e bashkëpunimit ndërpartijak dhe bashkëqeverisja mbi bazë më të gjerë. Do të angazhohemi si grup parlamentar për t'ia kthyer autoritetin e Parlamentit të Kosovës si institucioni më i fuqishëm dhe kryesor në Kosovë. Koha ka ardhur që askush të mos ikë përgjegjësive të mos eskivoj, po të punohet në mënyrë konsekvente në realizimin e aspiratave të qytetarëve të Kosovës. Kam përshtypjen që këtij kuvendi ende nuk është duke ju paraqitur qartësisht se çka në realitet po ndodh jashtë Parlamentit të Kosovës. Dhe ne, po thuaj, gati thuaj në çdo ligj, Parlamenti i Kosovës është sfidu. Dhe unë si deputet, në emër të grupit parlamentar nuk dëshiroj që ky parlament vazhdimisht të sfidohet ose të bëhet objekt i talljes nga të tjerët. Prandaj ndoshta është mirë që Parlamenti i Kosovës me bashkëpunim me qeverinë dhe me UNMIK-un nga një komision të ulën mirë dhe të definojnë qartë kompetencat të secilit organ veç e veç dhe neve këtu mos na krijojnë probleme të panevojshme. Dhe jo Parlamenti i Kosovës të bie sikur që i kemi nxjerrë sa ligje dhe ato i mbeten në sirtarët e përfaqësuesit të sekretarit përgjithshëm. Gjithë kjo ka për qëllim që të fillojmë komunikimin institucional, qoftë nëpërmes grupeve parlamentare, qoftë përmes parlamenteve të Kosovës dhe Shqipërisë për të shkëmbyer përvojat. Ju dini që megjithatë Shqipëria ka një përvojë parlamentare, ndërsa Kosova është në fillimin e ndërtimit të jetës parlamentare. Dhe krejt natyrshëm ne do të vazhdojmë edhe një kohë gjatë kërkojmë ndihmë nga shteti shqiptar, nga strukturat politike të Shqipërisë për të përfituar përvojat e tyre pozitive në drejtim të institucionalizimit dhe perfeksionimit të Parlamentit të Kosovës. Fatmir Lima në paraqitjet e tij publike u dallua për shumë cilësi, e sidomos për vizionin e qartë dhe guximin intelektual për të vlerësuar drejt zhvillimet politike. Zoti Lima angazhoi veçmas për funksionimin e shtetit ligjor si parakusht për demokratizimin e shoqërisë kosovare. Baza për të luftuar krimin dhe për të qenë efektive duhet edhe një sistem i mirë fillt qytetësor
e demokratik i cili do të krijonte besueshmërinë e qytetarëve para atij institucioni dhe nikosisht do t'i ndihmonte policisë, ulmiku dhe shërbimi policisë të Kosovës që të jetë aktive dhe në shërbim të krejt krijimit të shtetit ligjor. Ndërkaq, në një trojezë të organizuar në gusht të vitit 2002, rreth rëndësisë së integrimit të minoritetit serb në jetën shoqërore të Kosovës, zoti Lima pa të theksuar. Ato përpjekje dhe angazhime konkrete të institucioneve kosovare do të kenë sukses në qofse para se gjithash qytetarët të Kosovës, të etnitetit serb, do ta kuptojnë seriozisht dhe sinqerisht këtë gatishmërinë të institucioneve të Kosovës për të bashkëpunuar thellë njëri me tjetrin, për të integruar në institucionet e Kosovës, që po i ndërtojmë së bashku, dhe definitivisht për të filluar të mirën qoftë me problemet të etnitetit të tyre, qoftë me problemet të përgjithshme të Kosovës që kanë të bëjnë për qytetarët e Kosovës në Kosovë. Dhe kjo pastaj do të jetë në një mbështetje të fuqishme këtyre institucioneve për të vazhduar rrugën drejt ndërtimit të shoqërisë demokratike. Sepse një qeveri i Kosovës, një institucion i Kosovës nuk mund të jetë funksional, nuk mund të pretendojë që ka ndërtuar institucione demokratike dhe funksionale në qofse nuk e ka besimin e gjithë qytetarëve të Kosovës. Prandaj, përsëri po them, politikisht edhe për serbët, edhe për shqiptarët, edhe për kroatët, edhe për muslimanët, do të ishte kjo. Nga këtu të fillohet ndërtimi i perspektivës e regionit dhe të Ballkanit dhe të mos quhet ashtu që tani parafolc Ballkani fuqi baroti. Duhet jemi të shqetësuar si qytetarët të Kosovës, jo mbi baza politike. Duhet të shihemi që është interesin e Kosovës të mbrojmë vlerat të cilat do të na duhen për perspektivën e Kosovës. Nëse me thënien e fashme ta luftojmë krimin e organizuar dhe dëshon dikush ta kriminalizojë luftën tonë qëllimtare, definitivisht ne vim para një situate në bisedimin për statusin final të Kosovës, mund të them që krim ka pas Knej, krim ka pas Andej, praktikisht këtu faji është Bilasheviqi dhe këta djemë që në ka dhe a kthehemi apo në kaluam që shemi ka dhe po pikrim të përposh. Sikur që po çështu ishte edhe në trojezën me serbët që biseduam në ditën e kaluar. Dhe çka ndodh pastaj? Pastaj ndodh ajo që s'duhet të ndodhë Kosovës. Ndodh që na ka ndodhur neve shqiptarëve për shekuj. Gjithmonë jemi ardhur në prag dhe në fund jemi kthyer. Unë dua ta them një fjalë që më ka thënë një babai i dëshmorit në kohën e luftës, po që djali i tij ende ishte pa e vrarë. Tha kështu, ky vend ai ka hongër djemtë vetë të cilët kanë punuar për vendin e tyre. Inshallah tha këtë radhë nuk ndodh që ne t'i hajmë njerëz që punojnë për vendin. Askush ne të jeni të sigurt që askush s'di më mbrojt më mirë vlerat e luftës sa ata djem që janë vetë edhe atje mbrana. Ata do dinë sepse s'ka gjë më të pastë se lufta jonë shërimtare, asnjëherë në historinë, po them përsëri, në historinë e njerëzimit, jo vetëm në historinë e Ballkanit, por në historinë e njerëzimit nuk ka ndodhur luftë më e pastë se lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Kto njohin mirë të gjithë, edhe vendorët, edhe ndërkombëtarët. Asnjë vend, nëse mund ta quajmë dikon ushtri demokratike, asnjë vend botë nuk ka pas një ushtri më demokratike se ushtria shërimtare e Kosovës. Ushtria e cila për një vit arriti të mobilizojë me mijë njerëz, ushtria e cila për një vit arriti të internacionalizojë çështën e Kosovës. Ushtria e cila brenda një viti e politizoi dhe bën një strukturë politike për të komunikuar me ndërkombëtarët. Ushtria e cila brenda një viti arriti që një fuqi të quajtur NATO ta futë në interesat e Kosovës dhe ta shijojë Kosovën, dhe ushtria e cila për 3 muaj pas luftës në mënyrë të vullnetare dorëzoi të gjitha armatimin dhe u transformua. Do të thotë kjo tregon që ata djem se nuk janë të lidhur me gjak për armën, por kanë marrë armën se s'kan pas rrugë tjetër dhe pas luftës, pas largimit të shkakut për armë, të gjithë dorëzuan në armë dhe kthyn jetës tyre. Ku o burr a percepti perspektiva? A jep optimist, çka do të bëhet më tutje? Jam shumë i bindur që perspektiva e Kosovës do të jetë e sigurt për aq sa qytetarët e Kosovës do të angazhohen në drejtim të realizimit të idealeve, të përcaktimeve tyre. Definitivisht Kosova më tepër se çdo kusht tjetër sot varet nga vetë shqiptarët. Sa shqiptarët do të jenë të denjtë për të argumentuar se meritojnë të kenë një shtet të lirë demokratik. Sa shqiptarët para së gjitha janë të denjtë për të mbrojtur të drejtën e tyre, vlerat e tyre dhe njëkohësisht për të respektuar vlerat e të tjerëve. Sa shqiptarët do të jenë në gjendje që të punojnë dhe të bashkëpunojnë me të gjithë të tjerë që jetojnë në Kosovë, duke krijuar hapësirë dhe kushte që dhe ata të jenë të lirë në vendin e tyre. Sa qytetarët shumicëtar shqiptarë do dinë të marrin përgjegjësinë për të drejtuar vendin, po jo për të nënshtruar të tjerët, por për të respektuar vlerat, angazhimet dhe të drejtat e të tjerëve. Dhe sa shqiptarët në tërësi do dinë të jenë në partneritet me komunitetin ndërkombëtar dhe jo servil
të askujt, po e partner. Gjëra do të shkojnë për sëmbari. Ashtu si diti, ti organizoj dhe mobilizoj luftëtarët e lirisë në rezistencë ndaj regjimit militarist të Beogradit, Fatmir Lima edhe në paqe kontriboi në krijimin e raporteve të shëndosha të bashkëpunimit ndërpartiak në interes të ardhmërisë së popullit të Kosovës. Gabojnë të gjithë ata që mendojnë se Parlamenti i Kosovës do del jo unik në këtë çështje. Unë jam shumë i bindur dhe është vullneti vetë deputetëve dhe grupeve parlamentare se për çështje të tilla madhore për Kosovën, Parlamenti i Kosovës do të përgjigjet si trup, do të jep një përgjigje si trup dhe unik. Dhe kjo është e rëndësishme për neve dhe ne vazhdojmë punën në drejtim të harmonizimit dhe të intensifikimit të kësaj çështje madhore për Kosovën. Dhe derisa priteshin efektet e marrëveshjes së unitetit dhe të bashkëpunimit ndërpartiak për ta shpier Kosovën më afër cakut, pavarësisë, kryeprokurori e Tribunalit Ndërkombëtar në Hagë, Carla Del Ponte, publikoi aktakuzën kundër Fatmir Limajt dhe dy bashkëluftëtarëve të tij, Isak Musliut e Haradin Balajt. Kryeprokuroria e Tribunalit të Hagës, Carla Del Ponte në Podgorica ka deklaruar se aktakuza në bazë të cilës dje janë arrestuar 3 shqiptarë të Kosovës përmban 4 vjet, duke bërë të ditur se i 4-ti në listë është Fatmir Limaj. Vazhdim të ndjekim prononcimin e Limajt që e morëm pak më parë. Po unë sot ndëgjova përmes mediave deklaratën e zonës Del Ponte. Unë deri me tani nuk kam pas asnjë paralajmërim dhe asgjë konkrete rreth kësaj çështje. Prandaj edhe s'kam pasur si ta dini veprën tillë dhe kam vazhduar normalisht jetën time normale dhe veprimtarinë time partiake deri me tani. Pas kësaj deklarate që ndëgjova, unë dua t'ju porosis edhe zonën Del Ponte, po dhe qytetarët e Kosovës, se unë jam i gatshëm që vullnetarisht të udhoj për në Hagë dhe dua t'i përmes RTK-s t'ju sjellni përshëndetje të gjithë qytetarëve të Kosovës, në veçanti përkrahësve dhe simpatizantëve të mi, që të kenë besim se kur kemi ditur ta mbrojmë Kosovën në gjendje shumë të vështirë, unë në Hagë do të di përsëri ta mbroj Kosovën dhe ushtrinë çlirimtare të Kosovës, ushtrinë e lavdishme çlirimtare. Dhe mund të them gjithë që akuza e cila ngritet, ose është ngritur të se nuk e di, po mund të them se po edhe 1 milion jetë i kisha pasur, as 1 milimetër nuk isha ndryshuar, dhe as 1 sekond nuk i kisha ndryshuar jetës time deri me tani. Jam krenar për gjithë atë që kam bërë, sepse veprimtaria ime është e pasur si loti ka qenë, dhe është dhe do të jetë gjithmonë në shërbim të kombit, në shërbim të Kosovës. Dhe jam shumë i bindur dhe i sigurt që me kapacitetin tim, me mundësitë e mia, do të vazhdoj ta ndroj Kosovën edhe në Hagë. Më e rëndësishëm se sa individi dhe më e rëndësishëm se unë vetë është procesi i Kosovës, është shteti i Kosovës. Prandaj ju bëj apel të gjithëve që ta ruajnë këtë proces, ta avancojnë këtë proces për ta bërë Kosovën shtet, pak është më rëndësi fati i individëve. Gjithë veprimtaria jonë familjare ka qenë shërbim të atë dhejot dhe do të jetë edhe sot edhe në të ardhmen. Asgjë tjetër më tepër s'kisha shtuar përveç mesazhet që e dha dhe vllau pranë përmes mjeteve të informacionit. Ne jemi krenarë si familje për gjithë veprimtarinë e tij ushtarake dhe politike dhe do të jemi krenarë dhe do të qëndrojmë. Sakrificën që ka bërë ai këtu në malin luftë për që Kosovë, për lirinë e Kosovës, pra dhe atje do të mbrojnë Kosovë. Gjithë qyshne. Jem krenar shumë që kemë atë djatë. Mënyrën më të mirë mbron jo vetëm veten, po edhe pastërtinë e luftës së UÇK-s ka me mbrojt, edhe vizionet për demokraci e pavarësitë të Kosovës. Prandaj, nëse mund të thuhet se në një gjysmë fatkeqësi ka të mirë, është njëri adekuat i cili mas miri din të mbrojë këto gjëra.
ai ka pasur dhe ka vizion të qartë për Kosovën dhe për popullin e Kosovës. Dhe edhe këto sfida që po përballemi tash, jam i sigurt se vizioni i Fatmir dhe yni bashkarisht do të nganjej mbi paragjykimet, mbi shpifjet e ulta të njerëzve që kanë qenë edhe kundër UÇK-s. Kuvendi i Kosovës apelon te Gjykata Ndërkombëtare e Hagës që deputetit Fatmir Limaj, i cili ka shprehur me kohë dhe publikisht gatishmërinë për të paraqitur vullnetarisht në Hagë, të trajtohet si vetë paraqitur dhe t'i mundësohet mbrojtja në liri. Apeloj në qytetarët të Kosovës që të mos bim argat të dreqit. Dhe Kosova duhet të krijoj organizimin e vet inteligjent dhe institucionet ndërkombëtare të mos merren me 40.000 faqe ose 4 milion faqe të atyre që e shkatërruan Kosovën decenije me radhë. Në paraqitjen e parë publike para Tribunalit Ndërkombëtar të Hagës me 5 mars 2003, zoti Fatmir Lima u prezantua në mënyrë dinjitoze. Si deklaroni, fajtor apo i pafajshëm? Absolutisht i pafajshëm. Not guilty, completely. Unë personalisht Fatmirin e shmoj, edhe plot Fatmira tjerë që kanë qenë, për shkak se kanë zhvillu një luftë drejt, se kanë zhvillu një luftë çlirimtare. Opinioni jonë duhet me pas qartë, se është pjesë një strategjisë, unë e besoj këtu, hap du me thonë, që me lonë pa kokë popullin shqiptar, që në rast eventualisht provimit me zbatu ndo një scenari, i cili kish me qenë jonë pajtim me vullnetin e popullit, me mujtë me llogaritë se punët kanë me shku ma lehtë. Dhe vërtet, para trupit gjykues të Gjykatës Ndërkombëtare të Hagës, komandant Fatmir Limaj, me dëshmitë e argumentuara fuqishëm, mbrojti luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nga gjithë ajo që kam bërë, deri me tani në jetën time, për asë një moment nuk kam asë në të voglën arsye për të ndirë, i turpruar. Çdo gjë që kam vepruar dhe kam punuar, dhe kam bërë deri në këtë moment, është e pastër si loti. Hirësi, jam krenar, dhe ndina i falenderona Zotit që më ka dhënë mundësinë që së bashku me bashkëluftarët e mi të mbroj rreth 85.000 civil
të cilët në vazhdimsi për 6 muaj kanë qenë të rrezikuar nga njësitë speciale serbe. Dhe këto duar që dje u qujtën duart me gjak, me këto duar, me shumë duar të bashkëtarëve të mi, sot kemi buzëqeshjen e fëmijëve tanë në Kosovë. Na punojnë qerdhet, na punojnë shkollat. Është jeta. Fëmijët që janë të buzëqeshur. Prindit e tyre nuk frigohen për fëmijët e tyre. Dhe unë jam tepër i kënaqur që sado pak nëse kom bën diçka, i kom bën në shërbim të atij vendit dhe sot po i shoh nëpërmes televizionit atë jetë që po bën në vendin. Pavarësisht që kjo mund po më kushton me burgosje. Pavarësisht që unë sot këtu jam nuk mund ta gëzoj liri. Pavarësisht se këtu prokuroria përkohësisht më ka ndaluar ëndrat e mia. Unë si pjesëtar i UÇK-s ose si pjesëmarrja e asaj lufte kam shpresuar ta fitojmë lirinë. Dhe jam shumë i kënaqur që ata kemi arrit mendimin edhe të komunitetit ndërkombëtar. Pa ajo që më rëndësi për mua, është më rëndësi që kemi qenë në anën e vlerave demokratike. Kjo për mua mendoj që e arritra më madhe e vendit tim. Pas gati një vit pune intensive, ballafaqimit drejt për drejt në gjykatën ndërkombëtare të Hagës, më 30 nëntor të vitit 2005 u shpallak gjykimi procesit Lime dhe të tjerët, sipas të cilit u verifikua pastërtia luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Fatmir Limaj, ju lutem ngrihuni. Dhoma ju shpall të pafajshëm për të gjitha pikët e aktakuzës. Dhoma urdhëron lirimin tuaj të menjëhershëm prej njësisë së paraburgimit të Kombeve të Bashkuara pas përfundimit të formaliteteve të nevojshme. Isak Musliu, ju lutem ngrihuni. Dhoma ju shpall të pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës. Dhoma urdhëron lirimin tuaj të menjëhershëm prej njësisë së paraburgimit të Kombeve të Bashkuara. Si dëgjuat nga kryesuesi i trupit gjykues zoti Kevin Parker, Fatmir Limaj dhe Isak Musliu u shpallën jo fajtor të pafajshëm dhe do të lirohen sipas procedurës sa më shpejt nga burgu i Shevringenit, ndërkaq që Haradin Balaj u dënua për disa vepra penale me 13 vjet burg. Më 1 dhjetor të vitit 2005, zoti Limaj dhe Musliu u liruan nga qendra e paraburgimit të Kombeve të Bashkuara në Shevringen dhe me aeroplan fluturuan nga Amsterdami për në Vjenë e pastaj për Prishtinë. Gjatë fluturimit për në aeroportin e Prishtinës me zotin Limaj dhe Musliu zhvillom një bisedë ekskluzive për shikuesit e televizionit të Kosovës. Zoti Limaj dhe Musliu s'mari përgëzoj për lirimin nga qendra e paraburgimit të Shevringen. Tani pas vite 10 muaj ktheheni së Kosovë në triumfale. Si e shihni ju vendimin e trupit të Kosovës për lirimin? 150 km/h. Ne s'kemi çka të komentojmë rreth vendimit gjykatës. Vendimi gjykatës është vendim suprem, sovran, është një nga institucionet më lartë ndërkombëtar i pavarur, ose është më mirë me thënë kulmi i drejtësisë ndërkombëtare dhe si i tillë është meritor. Ndërsa si e shohim ne dhe kur jemi nisur kemi ditur që jemi të papajshëm, po ka qenë dashur të kalojnë kaq kohë për të vërtetuar edhe janë nga vetë drejtësia ndërkombëtare dhe normalisht jemi të kënaqur me vendimin e tillë. Tani jemi në territorin e Kosovës, si po përjetoni këtë moment pas 2 vite e 10 muaj? Po, unë asnjëherë s'jam dalë nga Kosova. Ne fizikisht ne kemi qenë në një vend tjetër përkohësisht, por dasa me mendje, me shpirt dhe me krejt qenin tonë kemi qenë dhe kemi përcjellur zhvillimin në Kosovë. Normalisht, si ka mundi njeri i cili kthehet në dhëun e vet, në dhëun e lirë, të qytetarët e tij, të qytetarët të cilët në asnjë moment më të vështira nuk na lanë vet.
qytetarët të cilët prej ditës parë patën besimin dhe bindjen e plot në ato që ju thajmë, se ne jemi të pafajshëm dhe të tillë do t'i kthehemi Kosovës. Pasoj që i tha Zoti Limaj nuk mbetet shumë me thonë, përveç që përshëndes juve të gjithëve, i përshëndes gjithë ata që kanë kontribuojnë për lirimin tonë, gjithë popullin e Kosovës. Rreth orës 16, Fatmir Limaj dhe Isak Musliu arritën në aeroportin e Prishtinës, ku u pritën nga familjarët e tyre dhe miqtë e shumt. Për t'i pritur ata kishin dalë edhe drejtuesit e Partisë Demokratike të Kosovës në krye me kryetarin e saj Hashim Thaqin, pastaj komandanti i trupave të mbrojtjes së Kosovës General Agim Qeku, General Sulejman Selimi, General Musa Jashari dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve të Kosovës, të shoqatave të dalën nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe mijëra qytetarë nga mbar Kosova. Ishte shumë prekës takimi Fatmir Limajt me fëmijët e tij, të vëllaut të tij dhe familjarë të tjerë. Mirë që u gjeta Kosovë. Të nderuar vëllezër dhe motra, shqiptar kudo që gjindeni, anë e këndërruzi toksor, milioni t'ju e them mirë se ju gjetëm. Të nderuar qytetar, vëllezër dhe motra, kjo është Partia e Kosovës. Liria jon është fitoria juaj. Ne u liruam sepse para së gjithash ju kishi besim në pafajësinë tonë. Si që dini, në kohën e ngritjes së akuzës, ne shprehëm bindjen tonë, në pafajësinë tonë. Po ajo më e rëndësishmja për neve ishte, dhe ajo që përcaktoi fatin tonë është se populli i Kosovës për asnjë çast nuk e humbi besimin e ne dhe na besoi se jemi të pafajshëm.
Dhe me në fund, këtë e vërtetoj edhe drejtësia ndërkombëtare. Të nderuar vëllezër dhe motra, në ditën e aktakuzës ju e dini, sigurisht e dini fjalën time të cilën e pata thënë dhe tani dua ta përsëris. Asnjëherë në jetën time me asgjë nuk kam tentuar asgjë ti marr Kosovës përveç si t'i jap çdo gjë qoftë nevojë dhe jetën. Unë ende jam i gatshëm për të dhënë për Kosovën. Ashtu si jeni ju, siç është gjithë populli i Kosovës për të ndërtuar. Po them përsëri, për të ndërtuar një shoqëri demokratike, një Kosovë ku të gjithë qytetarët e saj janë të lirë, në Kosovë ku çdo qytetar jetë i lirë dhe i barabartë, me plot kuptimin e fjalës i barabartë para ligjit. Një Kosovë të cilën do ta ndërtojmë, dhe e Kosovë padyshim do të jetë Kosova pavarur dhe demokratike. Ftoj çdo familje të Kosovës, çdo prind, çdo burr, çdo djalë, çdo student, nxënës, mos lejoni të përqahemi në momentin më vendimtar për Kosovën. Ju ftoj që tani në këtë moment ndaj ndërtimin e vendit tonë vetëm të mendojmë për Kosovën dhe si shqiptarët Kosovës ta ndërtojmë shtetin tonë së bashku me të tjerët. Tani edhe herë ju falenderoj për mikpritjen. Ju në liruat, ju i në ata që në keni liruar e në keni kthyer në atë vej. Para se të shkojnë në familjet e tyre, ngradhimtarët vizituan Prekazin dhe bën ndërime pranë varrit të komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jasharit. Se gjithashtu i ardhur të prekullim para varrit të komandantit tonë legjendar për të dëshmuar simbolikisht për të treguar se lufta jonë, për të treguar se sa e pastër, sa e shenjtë, sa dinjitoze, sa sakrifikuese dhe sa origjinale dhe e papërsërishme ka qenë lufta kështu shqiptarët të Kosovës. Pas kthimit në familjen e tij në banjë të Malishevës, Fatmir Limajn e vizituan qindra mijëra qytetarë nga Kosova dhe viset e tjera etnike shqiptare. Ata që keni dhënë ju, dhe e mbështetje që e kom pa çdo javë në televizionin e Kosovës, në gjitha ato takimet, ka qenë forca më e madhe mundshme të unë e cila më ka bërë përndarësat të ju këtu, më këtu të ju mesin tuaj. Ju falenderoj, ju shpreh mirënjohje dhe respekt për gjithë ato që keni bërë.